Ka i Trump flet hapur për vështirësitë e jetës private dhe rolin e përhershëm të shërbimit sekret. Mbesa e presidentit amerikan Donald Trump, 18 vjeçaria Ka i Trump, dha intervistën e saj publike duke zbuluar detaje të paprecedent mbi jetën e saj personale dhe publike. Në këtë intervistë Ka u përqendrua te përbetimet e saj si antare familjes Trump, duke shmangur diskutimet politike dhe duke folur për çështjet që shqetësojnë si adoleshent. Ajo theksoi se nuk mund të jetojë si bashkë moshatarët e saj, pasi gjithmonë ka antar të shërbimit sekret që e shoqërojnë dhe mbrojnë. Nuk kam interes të ndjek trashëgiminë politike të gjyshit tim, tha Kai, duke zbuluar se mban një distancë të plot nga politika dhe nuk ka ndërmend përfshihet në këtë drejtim. Pavarësisht thashë themeve për kursin e ardhshëm politik familjes Trump, Perea Kai deklaroi kategorikisht se nuk ka ndërmend marrë poste publike. Në vend të kësaj, ajo përqendrohet në golf, i cili është pasioni i saj, duke thënë se aktualisht dëshiron të përqendrohet në karrierën e saj në sport. Lidhur me marrëdhëniet familjare, Kai thaj se konsideron gjyshin e saj Donald Trump thjesht si një gjysh të lezetshëm dhe thekson se megjithse mbështet familjen, nuk ndjen nevojën përfshihet në politikën publike. Biseda përfshiu edhe kohët e vjetra që ajo përjeton për shkak të mbrojtjes vazhdueshme nga shërbimi sekret i cili e ndjek atë kudo. Është e vështirë të jetosh një jetë normale kur gjithmonë ke dikë përreth ajo, duke përshkruar se si prania e truprojave ndikon jetën e saj. Është e pakëndshme kur je në një takim dhe një agent të shtulur 2 tavolina larg teje, tha mbesa e Trump. Ka i deklaroi se aktualisht nuk po mendon të krijojë familje pasi përkushtimi i saj është ndaj golfit dhe zhvillimit të karrierës së saj në këtë sport.